Bëjmë gati bashk për të dalë. Por që ndërkohë do bëjmë edhe pak mohabet për sa i përket intervistës time. Intervista ime e parë ka sjellë shumë negativitet, shumë ofendime, shumë kritika dhe ja ku jemi sot ulur këtu te karrika ime te dhoma ime me muret e mi Leila për të diskutuar disa gjëra. Ditën e parë kam qenë pak kështu si, domethënë kam ngel pak keq, ju them të drejtën, sepse unë kam qenë shumë emocionuar për të ndarë me ju këtë sekret edhe këtë eksperiencë, le të themi, sepse ishte intervista ime e parë dhe me vërtet isha tepër emocionuar. Nuk kam thënë asnjëherë që kam hund të vogël si Barbie, nuk kam mohu asnjëherë faktin që kam një hund të madh, absolutisht, dhe nuk e di pse ju kaq shumë po ju djeg fakti që një person është confident edhe me një hund jo perfekt. Ja po do e bësh me reklam vitin tjetër, jo njerëz, nëse unë nuk e kam bë deri tani është sepse thjesht s'kam dashur. Është domethënë, shkurt të shqip. Keq me qenë perfekt, keq mos me qenë perfekt. Pastaj mos e zgjasim shumë rreth kritikave që më kanë ardhur për veshjen time në intervistë. Shumë thjesht s'kisha shumë kohë për të ndru, edhe për të rregulluar, për të bë e bukur dhe kaq. Që ajo pak më intereson, them të drejtën. Kritika tjetër që më ka ardhur ka qenë për mënyrën se si unë e flas shqipen dhe nuk e kam mohuar asnjëherë dhe ju vetë që më ndjekni këtu në TikTok e dini shumë mirë se unë kam një theks, edhe plus e kam të vështirë sepse unë jam rrit këtu në Itali, nuk kam bërë shkollë dhe ato që e di për rrjeteve sociale me pak fjalë. Për eksperjenca që unë mund të kem pas në jetën time, ama nuk është se shprehem ashtu siç shprehem në italisht për shembull. Dhe s'ka si gjatë keqe, normal, kam shumë dëshirë që të përmirësoj këtë, kështu që po e marr si këshill më mirë se sa kritikë, por që prapë nuk e di, ndoshta ju jeni mësuar që të ngjoni vetëm theksin e Tiranës apo e qytetarëve. Unë jam katunare njerëz dhe nuk e di pse e keni kaq të vështirë dhe bëni kot sikur nuk e kuptoni theksin tim. Do them se ofendimet që më kanë ardhur, që sapo ju tregova, nuk është se më kanë bërë më ndje dhe ai shumë keq, sepse komentet që më kanë bërë më ndje më keq kanë qenë komentet si puna kush është kjo, vipi, kush e njeh, saknjanita. Unë nuk e quaj veten time dhe nuk mendoj se ndjekësit e mi janë fansat e mi, e them të drejtën, unë mendoj se thjesht janë njerëz që kanë qejf që të shikojnë suratin tim, të ngjojnë të folurën time, të shikojnë videot e mia dhe thjesht më ndjekin për këtë, po nuk është se janë fansa. Apo më rregulloi çik flokët se tani do vish. Si po thoja, munova me rregullu pak flokët se tani do vishëm. Për të mbyllur këtë muhabetin, mendoj se më vërtet fal kësaj interviste, un kam kuptuar se njerëzit më vërtet nuk kënaqen asnjëherë dhe gjithmonë për çdo arritje, sado të vogël, që ti mund të bësh edhe mund të kesh në jetë, do mundohen gjithmonë që të ulin poshtë. Unë do vazhdoj kështu siç jam, duke përmirësuar veten time çdo ditë dhe nëse juve nuk ju pëlqen, nuk kam se çam ju thon. Mendoj se boll hapësiri kam lënë negativitetit, unë u bona gati. Gjithsesi, dua edhe me harxhu këto 2 sekonda të fundit me ju thonë edhe shumë faleminderit për krejt komentet pozitive, më vërtet se normal që nuk ju kam harru, po thjesht kjo video thash të jetë pak më ndryshe. Të jetë kjo hera parë të fundit që unë flas për gjëra negative. Kjo është outfiti im, super i thjesht si gjithmonë me zeza dhe tani do iki, marr xhubin edhe çantën edhe do iki sepse po më pret Angelina. Ciao.